Interesant, do vlerësoja një moment të prokurorit në sallën e gjyqit, prokurori Arqile Koça, përfaqësuesi i prokurorisë në këtë debat gjyqësor, njëkohësisht edhe zëvendës prokurori i përgjithshëm, i cili ishte dakord pra se do duhej vendimi unifikues i vitit 12, do duhet përmirësohej, do duhet kishte një praktikë unifikuese. Kjo gjithmonë duke u reflektuar këtu ndryshimet ligjore të ndodhura në 15 vite, por njëkohësisht edhe praktikët e Gjykatës Europiane të drejtave të njerëzit, por ajo çka ngriti si shqetësim prokurori Koça ishte fakti se harmonizimi i këtyre provave do duhet të shikohet më me kujdes, tha prokurori nga ana e gjykatës, pasi mund të arrijmë ai shfaqi rrezikun se mund të arrijmë në një ekstrem tjetër. Pra nga situata aktuale ku kemi një shumësi masash arrest në burg dhe ku masa arrest në burg duket si masa më e zakonshme e kërkuar nga prokurorët në gjithë vendin dhe si masa më e thjeshtë për të kërkuar nga ana e prokurorisë, bazuar vetëm në një dyshim të arsyeshëm i personin. Por sipas prokurorit Koça mund të arrijmë në një skaj tjetër, në një ekstrem tjetër. Pra, dakord, tha ai, do e citoja, masat alternative, tha ai duke referuar masave më të buta, janë pak të vështira për të zbatuar, tha, në realitetin shqiptar dhe her pas here bëhen dhe të pasbatueshme, sepse gjykata, theksoi ai, në arsyetimet e saj nuk përcakton se si do duhet zbatohet masa e sigurisë. Duke e bërë ana garantohet, tha ai, dakord, do e lëm masën në arrest në burg, nuk po e kërkojmë, po i nxjerrim, pa ana garantohet që këta persona do ta respektojnë një masë më të butë sigurie, ana garantohet që këta persona nuk dalin nga shtëpia në rastin konkret kur mund të jetë masa e rrezikshme. Do të kthehen në sallën e gjyqit kur drejtësia i kërkon që ata të jenë në sallën e gjyqit dhe përkundër këtij qëndrimi do sillni në fakt atë çka avokati në sallën e gjyqit Luan Hazneziri, në fakt do duhet ta kisha theksuar më herët që gjithë kjo ndërmarrje e gjykatës lartë, strumbullari po themi, sepse gjykata e lartë u investua që ndryshoi praktikën gjyqësore, mori shkas nga një rast konkret. Nga rasti një qytetari nga Lezhë që në tetor të vitit 2025 është arrestuar si dyshuar për mbajtje të lëndëve narkotike, janë gjetur në banesën e tij një sasi prej 7.3 kg kanabis sativa. Gjykata e Lezhës këtë qytetar e ka lënë në masën e sigurisë arrest në burg. Apeli i jurisdiksionit përgjithshëm ka zbutur këtë masë sigurie të tij, e ka çuar në arrest në shtëpi dhe prokuroria e apelit ka bërë një rekurs në gjykatën e lartë ku kërkon rikthimin e këtij personi në qelitë e paraburgimit. Avokati i këtij personi, i cili mbrojti jo vetëm interesat e tij, por njëkohësisht edhe u bë precedent për tjerët. Edhe u bë pjesë e këtij debati gjyqësor, pra nëse do duhet apo jo të ndryshohet praktika, nëse dhe dha mendimin e tij, qëndrimin e tij mbi të gjitha tre argumente që unë përmenda më lart, pra tre objektet e debatit. Avokati Hazneziri, që është në fakt ish gjyqtar, ka qenë për shumë vite ish gjyqtar edhe i gjykatës për krimet e rënda dhe e citoi edhe vetë në sallën e gjyqit eksperiencën e tij 20 vjeçare si gjyqtar, ish pedagog në fakultetin madje vijon të jetë mos gaboj të jap lëndën të jap drejtësi dhe të jap mësim për studentët në auditorët e fakulteteve. Zoti Hazneziri theksoi faktin që po, edhe ai gjatë jetës tij, gjatë eksperiencës tij si gjyqtar, në thuajse 20 vite, kam dhënë qindra tha ai dhe mira masa siguria arrest në burg, duke u bazuar tek dyshimi i arsyeshëm apo tek rrezikshmëria e veprës penale, por sipas tij ka ardhur momenti ku do duhet të shqyrtohen edhe element tjerë, pra, element që e veshin individin social, pra, jo vetëm ke dyshimet e veprës. Jo vetëm te rrezikshmëria e veprës penale. Dhe këtu, zoti Hazneziri, besoj mbase jo pa arsye, përmendi edhe në fjalën e tij intelektualët, duke theksuar dhe citoj se të gjithë jemi të gabueshëm në këtë jetë, tha zoti Hazneziri në pozitat e avokatit sot në gjykatën e lartë. Por, në qoftë se kemi të bëjmë me një intelektual, thaj, me një person me arsim të lartë, i cili në një moment jetës tij lajthit dhe kryen një vepër penale, a do duhet thaj që ti mbyllim jetën këtij personi duke caktuar automatikisht ndaj tij masën e sigurisë arrest në burg, ndërkohë që mund zbatohen tha masa të tjera sigurimit, siç mund të ishin qoftë arresti në shtëpi apo masën e detyrimit për paraqitje. Masën e garancisë pasurore që sipas zotit Hazneziri, dhe në fakt është e vërtetë, është një nga masat më pak të përdorura, ndërkohë që është një masë mjaftueshëm e volitshme, pasi garancia pasurore nën kupton
që çdo person ndaj cilit caktohet kjo masigurie depoziton në një llogari të gjykatës, në një llogari bankare, në një bankë niveli 2, në emër të gjykatës, depoziton